autoambulanca të cilat ngecin në trafik, automjete që nuk dinë se nga të kalojnë, madje nuk kanë asnjë mundësi për të qarkulluar, duke ngecur për minuta me radhë në trafik, borije të automjeteve të cilat dëgjohen gjatë gjithë kohës, duke kaluar në një zhurmë shurdhuese, madje edhe autobusi i linjës apo mjetet e tonazhit të rënd që nuk kanë nga të kthehen, duke bllokuar më pas të gjithë segmentin. Kjo është panorama që të ofron tashmë prej disa muajsh rruga e re. I gjithë segmenti rrugor, duke filluar nga zona e Ish Kapeles deri në përfundimin e saj në hyrje të qytetit, është çdo ditë po njësoj. Prej disa muajsh tashmë, kjo situatë vazhdon e tillë që prej fillimit të punimeve për bulevardin e palmave dhe agrumeve. Me sa duket, kthimi i kësaj rruge me dy sense qarkullimi e ka kthyer atë në një kaos të vërtet, duke bërë që situata sa vjen edhe të përkeqësohet. Pika më e vështirë për të qarkulluar është kryqëzimi tek zona e Ish Kapeles, pasi automjetet vijnë nga katër drejtime, duke mos ditur nga të udhëtojnë më pas dhe duke mos patur asnjë mundësi. Këtë situatë kaosi e ka shkaktuar mbi të gjitha edhe mungesa e sinjalistikës rrugore. Në zonë, megjithëse automjetet vijnë nga disa drejtime, mungon një rrethrrotullim, qoftë ky i krijuar me sinjalistika provizore, të cilat të lehtësojnë trafikun. Madje në të gjithë gjatësinë e segmentit, prej muajsh mungojnë tabelat informuese që të tregojnë se si duhet të qarkullosh aty me automjetet që ecin mes kaosit të çdo dite, mes trafikut të rënduar. Madje në asnjë ditë, aty nuk vjen re efektiv të policisë, të cilët mund të orientojnë trafikun duke e lehtësuar atë, pavarësisht se edhe ata do ta kenë të pamundur. Madje nuk ka asnjë punë të nisur për vendosjen e sinjalistikës provizore, por orientimin e trafikut, çka mund të përmirësonte situatën. Situatë e cila sipas pritshmërive do të vijojë e tillë, madje edhe do të përkeqësohet, pasi sa më tepër afrojnë muajt e bearit, aq më shumë shtohet qarkullimi rrugor dhe aq më tepër shtohet intensiteti i automjeteve që qarkullojnë aty, duke rënduar trafikun dhe duke bllokuar totalisht disa segmente rrugore.